Me Ladin dhe Meritën këtu në Verja, të cilët sapo e kanë kryer detyrën e tyre ndaj Adeut. Merita këtu te DHL-ja, ndërsa Ladi te njën prej non-kontraktorëve, Spidex. Dua që t'i nxis gjithë bashkëdhetarët që ndërsa presin që t'ju mbri zarfi tyre, siç është detyra e kompanisë postare DHL, është mirë që të kontaktojnë kompaninë dhe të bëjnë siç bëri dhe Ladi dhe Merita, të paraqiten tek kompania, tek pika postare ku e kanë, qoftë kjo DHL apo njëra prej kompanive non-kontraktore, zyrat janë të hapura, paraqitesh aty, merr zarfin në emrin tënd. Procedurë e thjeshtë dhe pa vonesa. Ishte e thjeshtë apo? Shumë e thjeshtë dhe pa vonesa. Pra merr zarfin, plotson fletën e votimit dhe dorëzon po aty. Voton dhe dorëzon dhe largohesh. Për gjithë ata bashkëdhetarë që duan që të informohen se ku është pika postare ku ata mund ta tërheqin fletën e votimit, është një numër telefoni i vendosur në dispozicion nga DHL ku mund të telefonojnë aty për të marrë informacion, apo jo? Ju si e gjetët apo këtu në Verja është e thjeshtë? Mund të vi dhe mail. Edhe përmes emailit. SMS vjen, mail vjen tek shtëpia, vjen. Shumë mirë. Vin njoftim të shtëpia që ka ardhur letra për votuar. Edhe të thotë se çfarë vendi duhet të shkosh. Shumë e thjeshtë. Shumë mirë. Suksese. Suksese me tejshme. Faleminderit.